Zonja dhe zotrin, përshëndetje. Unë jam Jon Çeku dhe ky është edicioni informativ. Kryeministri kanadez Mark Carney bëri thirrje për një partneritet të ri me Shtetet e Bashkuara gjatë një fjalimi në New York, duke deklaruar se Kanadaja e fortë do të ndihmojë Amerikën të bëhet sërish e madhe. Deklarata vjen mes tensioneve tregtare dhe debatit për marrëdhëniet mes dy vendeve. Kryeministri kanadez Mark Carney ka bërë thirrje për një partneritet të ri strategjik me Shtetet e Bashkuara, një moment tensionesh tregtare dhe pasigurie në marrëdhëniet mes dy vendeve fqinje. Gjatë një fjalimi të mbajtur në New York, Carney përdori një slogan që kujtoi drejt për drejt retorikën politike të presidentit amerikan Donald Trump, duke deklaruar se Kanadaja e fortë do të ndihmojë Amerikën të bëhet sërish e madhe. Kryeministri kanadez theksoi se Kanadaja mund të luajë një rol kyç për ekonominë amerikane përmes furnizimit me minerale strategjike dhe burime natyrore si nikeli, bakri, litiumi, kobalti dhe uraniumi. Sipas tij, bashkëpunimi mes dy vendeve në sektor si alumini, industria automobilistike dhe mineralet kritike do të forcojë sigurinë ekonomike dhe kombëtare të Amerikës dhe Kanadas. Carney deklaroi se bota po kalon një çarje të madhe në marrëdhëniet tregtare globale, ndërsa SBA-ja po transformon mënyrën si bashkëpunon ekonomikisht me partnerët ndërkombëtar. Megjithatë, fjalimi i tij vjen në një moment delikat për marrëdhëniet dypalçe. Më herët, Donald Trump kishte shkaktuar polemika me deklaratat për aneksimin e Kanadas si shteti i 51 i Amerikës. Vet Carney kishte paralajmëruar më parë se varësia e madhe ekonomike nga SBA-ja përbën një dobësi për Kanadan. Aktualisht, rreth 70% e eksporteve kanadeze shkojnë drejt tregut amerikan. Për këtë arsye, qeveria kanadeze po përpiqet të diversifikojë ekonominë dhe tregjet ndërkombëtare. Gjatë vitit të fundit, Kanadaja ka nënshkruar mbi 20 marrëveshje ekonomike dhe sigurie me vende të tjera. Në fjalimin e tij në New York, Carney vlerësoi gjithashtu inovacionin dhe vlerat demokratike amerikane, duke i cilësuar Shtetet e Bashkuara si një nga vendet më dinamike dhe më krijuese në botë. Deklarata e tij po shihet si një përpjekje për të ulur tensionet dhe për të ndërtuar një raport më të qëndrueshëm me administratën amerikane në një periudhë sfiduese për ekonominë globale. Një dron u përplas mbi një pallat 10 katësh në qytetin rumun Galati gjatë sulmeve ruse ndaj Ukrainës, duke plagosur 2 persona dhe shkaktuar zjarr. NATO dhe autoritetet rumune e kanë cilësuar incidentin si pasojë e luftës pranë kufirit të aleancës. Një incident i rënd ka alarmuar Rumaninë dhe aleatët e NATO-s pasi një dron u përplas me një pallat banimi në qytetin Galaci pranë kufirit me Ukrainën. Sipas autoriteteve rumune, droni goditi çatinë e një ndërtese 10 katëshe gjatë natës, në kohën kur Rusia po kryente sulme ajrore ndaj Ukrainës fqinje. Përplasja shkaktoi një shpërthim të fuqishëm dhe një zjarr në apartamentin e katit të 10. 2 persona morën ndihmë mjekësore në vendngjarje, ndërsa rreth 70 banor u evakuuan për arsye sigurie. Autoritetet konfirmuan se ngarkesa shpërthyese e dronit detonoi plotësisht, por flakët u vënë nën kontroll nga ekipet e emergjencës. Në një konferencë për shtyp, generali rumun George Maxim deklaroi se nuk bëhet fjalë për një sulm të drejtë ndaj Rumanisë, por për efektet e konfliktit që po zhvillohet pranë kufirit të vendit. Rumania, antare e NATO-s dhe Bashkimit Evropian, ndan një kufi tokësor për rreth 650 kilometrash me Ukrainën dhe prej muajsh është përballur me incidente të lidhura me luftën. Sipas Bukureshtit zyrtar, dronët rus kanë shkelur hapësirën ajrore rumune të paktën 28 herë që nga fillimi i sulmeve ndaj porteve ukrainase në lumbin Danub. Ky është rasti i parë ku një dron godet një zonë të populluar në Rumani dhe shkakton të plagosur. NATO reagoi menjëherë, duke deklaruar se po koordinon situatën me autoritetet rumune dhe dënoi atë që e quajti pakujdesi të Rusisë. Ligji rumun lejon rrëzimin e dronëve në kohë paqeje nëse rrezikohen jetë njerëzish apo prona, por deri më tani autoritetet nuk kanë ndërmarrë një veprim të tillë. Një banor ukrainas që jeton në Rumani deklaroi se pamjet të tilla janë bërë të zakonshme në Ukrainë, ku sulmet me dron ndodhin pothuajse çdo natë dhe shkaktojnë viktima me civilëve. Shpenzimet e Rusisë për luftën në Ukrainë pritet të tejkalojnë buxhetin me rreth 28 miliard dollar, duke krijuar një deficit të madh fiskal. Dokumentet tregojnë se presioni ekonomik po rritet ndjeshëm dhe mund të detyrojë Moskën të shkurtojë shpenzimet në vitet e ardhshme. Shpenzimet e luftës së Rusisë për konfliktin në Ukrainë po rriten ndjeshëm dhe po vendosin presion të madh mbi financat publike të vendit. Sipas një dokumenti të cituar nga gazeta britanike Financial Times,
kostot ushtarake pritet të kalojnë buxhetin e planifikuar për këtë vit me rreth 2 trilion rubla, ose afërsisht 28 miliard dollar. Ministri i Financave Anton Siluanov i ka kërkuar qeverisë që të ngrish penzimet në sektor të tjerë në mënyrë që të përballojnë kostot në rritje të luftës. Sipas të dhënave, Rusia tashmë ka ndarë rreth 40% të buxhetit shtetëror për mbrojtje dhe siguri, një nivel i paprecedent që nga fillimi i pushtimit të Ukrainës në vitin 2022. Deficiti buxhetor po rritet gjithashtu më shpejt se parashikimet. Vetëm në muajt e parë të vitit, ai ka arritur në mbi 5.9 trilion rubla, duke të kaluar ndjeshëm planifikimet fillestare të qeverisë për vitin 2026. Dokumenti paralajmëron se në një skenar më negativ, vrima financiare mund të rritet deri në 4 trilion rubla këtë vit, duke e bërë situatën edhe më të vështirë për ekonominë ruse. Edhe pse rritja e çmimeve të naftës ka sjellë përkohësisht më shumë të ardhura për Moskën, ekspertët thonë se kjo nuk mjafton për të mbuluar shpenzimet e luftës. Parashikimet ekonomike për Rusinë janë gjithashtu në rënje, me rritje shumë të ulët të PPB-s në vitet e ardhshme, duke sinjalizuar një ekonomi që po ngadalësohet. Zyrtar dhe ekonomist brenda vendit po paralajmërojnë se prioriteti i vazhdueshëm për financimin e luftës po kufizon investimet sociale dhe zhvillimin ekonomik. Në këtë kontekst, debati brenda elitës politike ruse po ashpërsohet, ndërsa disa zëra kërkojnë përfundimin sa më të shpejtë të konfliktit për të shmangur përkeqësimin e mëtejshëm të situatës ekonomike. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s, Antonio Guterres, ka paralajmëruar shkurtime të mëdha në postet drejtuese të organizatës si pjesë e reformës së thellë të Kombeve të Bashkuara. OKB-ja po përballet me krizë financiare dhe presion për t'u bërë më efikase pas 80 vitesh funksionimi. Kombet e Bashkuara po përgatiten për një nga reformat më të mëdha të viteve të fundit. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s, Antonio Guterres, ka njoftuar se organizata synon të reduktojë dhe eliminojë një pjesë të posteve të larta drejtuese gjatë 2 viteve të ardhshme. Në një deklaratë publike, Guterres tha se reforma është e domosdoshme për ta bërë organizatën më efikase dhe më të përshtatshme për sfidat globale të kohës moderne. Ai paralajmëroi se procesi nuk do të jetë i lehtë dhe kërkon vendime të vështira. Sipas tij, nuk është koha për vetkënaqësi apo vonesa, por për veprim në interes të gjithë njerëzimit dhe brezave të ardhshëm. Mandati 10 vjeçar i Guterres në krye të OKB-s përfundon në fund të vitit 2026, ndërsa organizata përballet me probleme serioze financiare të shkaktuara pjesërisht nga pagesat e papaguara të shteteve anëtare, përfshirë edhe Shtetet e Bashkuara, kontribuesin më të madh financiar. Sipas dokumenteve buxhetore, OKB-ja ka nisur tashmë uljen e shpenzimeve për vitin 2026 dhe ka transferuar qindra vende pune nga qytete me kosto të lartë si New Yorku dhe Gjeneva. Megjithatë, kritikët theksojnë se shkurtimet deri tani kanë prekur më shumë stafin e niveleve të ulta se sa drejtuesit e lartë, numri i të cilëve është rritur ndjeshëm gjatë dekadave të fundit. Shumë nga këto poste konsiderohen tradicionalisht si pozicione prestigji dhe influence për fuqitë e mëdha botërore, të cilat shpesh i mbrojnë fort ato. Shtetet e Bashkuara i detyrojnë aktualisht OKB-s rreth 4 miliard dollar dhe kanë paralajmëruar tërheqje nga disa agjenci të organizatës. Washingtoni ka kërkuar vazhdimisht në OKB më efikase dhe më të fokusuar te paqja dhe siguria globale. Edhe Kina ka shprehur mbështetje për reformat, ndërsa kandidatët që synojnë të zëvendësojnë Guterres kanë folur gjithashtu për nevojën e ndryshimeve të thella në sistemin shumëpalesh ndërkombëtar. Reforma UN80 shihet si një përpjekje për të modernizuar OKB-n në prag të 80 vjetorit të saj, në një kohë kur organizata po përballet me sfida të mëdha politike, financiare dhe gjeopolitike. Palestinezët zhvilluan funeralin për komandantin e Hamasit Emad Eslim, i vrarë në një sulm izraelit në qytetin Gaza, ku humbën jetën edhe 5 fëmijë. Izraeli po intensifikon goditjet ndaj depërtuesve të Hamasit, pavarësisht anëpushimit të arritur muajt e fundit. Në qytetin Gaza janë zhvilluar ceremonit mortore për Emad Eslim, komandant lokal i krahut ushtarak të Hamasit, i cili u vra në një sulm ajror izraelit. Sipas burimeve pranë Hamasit, Eslim humbi jetën pasi një ndërtesë në Gaza City u godit nga forcat izraelite. Autoritetet shëndetësore në Gaza raportojnë se nga sulmi mbeten të vrarë gjithsej 10 persona, mes tyre edhe 5 fëmijë. Pamjet nga funerali treguan qindra palestinezë të mbledhur për t'i dhënë lamtumirën komandantit të vrarë, ndërsa tensionet në rajon vazhdojnë të mbeten shumë të larta. Sulmi është pjesë e fushatës së vazhdueshme izraelite kundër figurave drejtuese të Hamasit, pavarësisht anëpushimit të arritur vjeshtën e kaluar.
Vetëm një ditë më parë, ushtria izraelite njoftoi eliminimin e Mohamed Ode, një tjetër komandant i rëndësishëm i Hamasit, ndërsa pak më herët ishte vrarë edhe pasardhësi i tij, Iz al-Din al-Haddad. Një i afërm, i Emad Eslim, deklaroi gjatë funeralit se lufta nuk ka pushuar kurrë për banorët e Gazës, duke akuzuar Izraelin se po vazhdon bombardimet edhe gjatë periudhës së pushimit. Ekspertët e sigurisë në Izrael thonë se eliminimi i drejtuesve me përvojë synon dobësimin e strukturës organizative të Hamasit dhe uljen e aftësisë së grupit për të operuar në terren. Ndërkohë, negociatat indirekte mes Izraelit dhe Hamasit për fazën e dytë të marrëveshjes së pushimit mbeten të bllokuara. Bisedimet përfshin çështje të ndjeshme si çarmatosja e Hamasit dhe tërheqja e forcave izraelite nga Gaza. Sipas autoriteteve shëndetësore në Gaza, që prej pushimit të tetorit janë vrarë rreth 900 palestinezë, ndërsa ushtria izraelite raportoi 4 ushtarë të vrarë gjatë së njëjtës periudhë. Aktualisht, Izraeli kontrollon më shumë se gjysmën e territorit të Gazës, ndërsa Hamasi mban nën kontroll vetëm një pjesë të kufizuar të zonës bregdetare. Epidemia e ebolës në Republikën Demokratike të Kongos po përhapet me shpejtësi, ndërsa autoritetet shëndetësore paralajmërojnë se reagimi ka mbetur shumë prapa. Vetëm 7% e personave të rrezikuar janë identifikuar, ndërsa ekspertët druhen nga një katastrofë e ngjashme me shpërthimi vdekjeprurës të viteve 2014-2016. Situata me epideminë e ebolës në Republikën Demokratike të Kongos po shkakton alarm ndërkombëtar, ndërsa ekspertët paralajmërojnë se reagimi ndaj virusit është shumë prapa ritmit të përhapjes së tij. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe organizatave humanitare, vonesat në identifikimin e rasteve dhe mungesa e gjurmimit të kontakteve po e bëjnë gjithnjë e më të vështirë kontrollin e situatës. Aktualisht, vetëm 7% e personave që mund të jenë ekspozuar ndaj virusit janë identifikuar nga ekipet mjekësore, ndërsa mijërat të tjerë mbeten ende të pa-identifikuar. Ekspertët e sëmundjeve tropikale thonë se për të vënë epideminë nën kontroll, duhet të gjurmohen të paktën 70% e kontakteve të mundshme. Shpërthimi aktual është shkaktuar nga varianti Bundibugyo i virusit Ebola, për të cilin nuk ekziston ende vaksinë apo trajtim specifik. Deri tani janë raportuar rreth 900 raste dhe mbi 220 viktima të dyshuara, ndërsa virusi është përhapur edhe në Ugandën fqinje. Organizatat humanitare paralajmërojnë se mungesa e fondeve po e përkeqëson krizën. Sipas Oxfam, shkurtimet financiare nga SBA-ja, Britania dhe Sudani kanë ndikuar drejt për drejt në kapacitetet për të luftuar epideminë. Përballja me ebolën kërkon investime të mëdha në qendra izolimi, sisteme dezinfektimi, furnizime me ujë dhe ekipe që punojnë me komunitetet lokale. Një tjetër problem serioz mbetet mosbesimi i popullsisë ndaj autoriteteve dhe ekipeve shëndetësore. Në disa zona të Kongos lindore, turma të zemëruara kanë sulmuar qendra shëndetësore dhe kanë marrë trupa familjarëve të tyre pa qenë të vetëdijshëm për rrezikun e infektimit. Ekspertët paralajmërojnë se nëse situata nuk vihet shpejt në kontroll, bota mund të përballet me një përsëritje të katastrofës së viteve 2014-2016 në Afrikën Perëndimore, ku Ebola shkaktoi mbi 11.000 viktima. Tregjet financiare globale ranë pasi tensionet mes SBA-s dhe Iranit u përshkallëzuan me sulme të reja dhe raportime për raketa në Kuvajt. Çmimet e naftës u rritën ndjeshëm, ndërsa investitorët druhen se konflikti mund të godasë ekonominë globale dhe inflacionin. Tregjet financiare ndërkombëtare janë tronditur nga përshkallëzimi i ri i tensioneve mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit. Bursat globale u tërhoqën nga nivelet rekord, ndërsa investitorët reaguan me shqetësim pas raportimeve për sulme të reja ushtarake amerikane ndaj objektivave iraniane dhe sulme me raketa në Kuvajt. Sipas ushtrisë amerikane, forcat e SBA-s kryen goditje të reja kundër një operacioni iranian me dron, ndërsa Teherani deklaroi se kishte shënjestruar një bazë amerikane në Kuvajt. Zhvillimet kanë rritur frikën se përpjekjet për një marrëveshje paqeje në rajon mund të dështojnë, duke shtuar pasigurinë për ekonominë botërore. Si pasojë, çmimi i naftës Brent u rrit deri në 4% gjatë ditës, duke kaluar mbi $96 për fuqi. Megjithëse çmimet janë më të ulta se kulmi i muajit prill, ato mbeten rreth 50% më të larta krahasuar me një vit më parë. Ngushtica strategjike e Hormuzit, një nga rrugët më të rëndësishme të transportit të naftës në botë, vazhdon të mbetet në qendër të tensioneve. Presidenti amerikan, Donald Trump, hodhi poshtë raportimet iraniane për një marrëveshje mbi rifillimin e trafikut detar në zonë. Rritja e çmimit të naftës ka ndikuar menjëherë edhe në tregjet financiare,
pasi investitorët kanë frikë se inflacioni global mund të mbetet i lartë për një kohë më të gjatë. Në Europë, indeksi Stock X 600 ra me 0,6%, ndërsa kontratat futures në bursat amerikane shënuan gjithashtu rënje. Edhe tregu i obligacioneve reagoi negativisht, me rritjen e interesave të bondove amerikane 10 vjeçare, një sinjal se tregjet presin presion të vazhdueshëm ekonomik. Ekspertët paralajmërojnë se nëse konflikti në lindjen e mesme përshkallëzohet më tej, pasojat mund të ndihen jo vetëm në tregjet e energjisë, por edhe në ekonominë globale, zinxhiret e furnizimit dhe çmimet për konsumatorët në mbar botën. Në oborin e shtëpisë së bardhë po ndërtohet një arenë për ndeshje UFC, pjesë e festimeve për 250 vjetorin e pavarësisë së SBA-s dhe ditëlindjen e Donald Trump. Projekti ka ndar opinionin publik, ku disa e quajnë spektakël patriotik, ndërsa të tjerë të turpshëm për imazhin e presidencës amerikane. Një arenë për ndeshje të arteve marciale miksike, ose UFC, po ndërtohet në oborin jugor të shtëpisë së bardhë në një projekt të pazakontë që ka ndezur debat në Shtetet e Bashkuara. Presidenti amerikan, Donald Trump, pritet të organizojë një mbrëmje të madhe luftimesh UFC në kuadër të festimeve për 250 vjetorin e pavarësisë së SBA-s. Eventi do të zhvillohet me 14 qershor dhe përkon edhe me 80 vjetorin e lindjes së Trump. Arena po ndërtohet në zonën ku zakonisht zhvillohen aktivitetet tradicionale presidenciale, si uljet e helikopterit Marine One, pikniket familjar dhe ceremonia e famshme e vezëve të Pashkëve. Pamjet nga kantieri kanë shkaktuar reagime të forta mes turistëve dhe qytetarëve amerikan. Disa e konsiderojnë eventin si një mënyrë moderne dhe argëtuese për të festuar Amerikën, ndërsa të tjerë e shohin si një degradim të simbolit më të rëndësishëm politik të vendit. Një vizitor e krahasoi arenën me një park argëtimi, duke thënë se nuk është kjo ajo që përfaqëson shtëpia e bardhë. Por të tjerë mbështesin idenë, duke argumentuar se UFC është pjesë e kulturës popullore amerikane dhe se eventi mund të tërheqë interes të madh publik. Më shumë se 4.000 spektatorë pritet të ndjekin ndeshjet nga arena, ndërsa shumë bileta do të shpërndahen ushtarakëve amerikan. Shtëpia e bardhë po planifikon gjithashtu zona të mëdha transmetimi në parkun Ellipse pranë presidencës, ku mund të mblidhen deri në 100.000 persona. Ceremonia e peshimit të sportistëve do të mbahet në Memorialin Lincoln në Washington. Liga profesionale UFC drejtohet nga Dana White, një aleat i ngushtë i Donald Trump, i cili prej vitesh ka marrë pjesë në eventet më të mëdha të organizatës. Kjo është hera e parë në histori që një aktivitet i tillë sportiv zhvillohet në ambientet e shtëpisë së bardhë, duke e kthyer presidencën amerikane në qendër të një spektakli që po tërheq vëmendjen e gjithë botës. Një gjykatë në Austri dënoi me 15 vite burg një 21 vjeçar që kishte planifikuar një sulm islamist në koncertin e Taylor Swift në Vjenë në vitin 2024. Autoritetet zbuluan se ai kishte tentuar të siguronte armë dhe eksploziv për një atentat vetvrasës ku priteshin mira fanca. Një gjykatë në Austri ka dënuar me 15 vite burg një 21 vjeçar, i cili pranoi se kishte planifikuar një sulm islamist në koncertin e këngëtares amerikane Taylor Swift në Vjenë gjatë vitit 2024. I riu, identiteti i të cilit nuk u publikua plotësisht për shkak të ligjeve austriake për privatësinë, u shpall fajtor për disa vepra penale që lidhen kryesisht me terrorizmin. Sipas autoriteteve, ai po planifikonte një atentat vetvrasës gjatë koncertit të Taylor Swift, ku pritet të merrnin pjesë rreth 20.000 fanca. Koncertet e artistes amerikane në Austri u anuluan në gusht të vitit 2024, pasi policia arrestoi të dyshuarin vetëm një ditë para shfaqjes. Hetimet zbuluan se ai kishte tentuar të siguronte armë ilegale, përfshirë një automatik dhe granatadore, por nuk kishte arritur t'i blinte. Autoritetet thanë gjithashtu se ai kishte provuar të prodhonte lëndë shpërthyese, duke ndjekur video propagandistike të organizatës terroriste ISIS në internet. Në gjyq u zbulua se i riu kishte udhëtuar edhe në Dubai dhe Stamboll bashkë me 2 shok shkolle, me synimin për të kryer sulme në qytetet e lindjes së mesme, megjithëse planet nuk u realizuan. Njëri prej bashkëpunëtorëve të tij u dënua gjithashtu me 12 vite burg. Avokatja mbrojtëse deklaroi se dënimi ishte brenda pritshmërive dhe se klienti i saj do të vendosë në ditë të vijim nëse do ta apelojë vendimin. Studentë të Universitetit ETH Zurich kanë krijuar një robot autonom që lëviz nën akull për të matur trashësinë e tij dhe për të ndihmuar studiuesit të monitorojnë ndryshimet klimatike. Teknologjia e re synon të ofrojë matje më të sigurta dhe më të sakta në mjedise të ngrira dhe të rrezikshme.
Nën sipërfaqen e ngrirë të liçeneve alpine në Zvicër, një robot i verdh po teston teknologjinë që mund të ndryshojë mënyrën se si studiuesit monitorojnë akullin dhe ndryshimet klimatike. Projekti është zhvilluar nga studentë të Universitetit prestigjos ETH Zurich, të cilët kanë krijuar një mjet autonom të quajtur Polaris. Qëllimi i tij është të mas trashësinë e akullit nga poshtë, duke mbledhur të dhënat e detajuara që deri më tani kanë qenë shumë të kufizuara. Sipas ekipit të projektit, vëzhgimi i akullit në fillim dhe në fund të sezonit është shpesh i rrezikshëm për njerëzit, pasi sipërfaqja mund të jetë e hollë ose e paqëndrueshme. Për këtë arsye, studentët zgjodhen të përdorin një robot që lëviz nën akull dhe kryen matje pa rrezikuar jetën e studiuesve. Polaris funksionon në mënyrë autonome dhe ndalon në pikat të caktuara për të matur trashësinë e akullit me 2 metoda të ndryshme. Ai përdor sensor presioni që prekin sipërfaqen e akullit nga poshtë dhe një sistem sonarësh që matin distancën deri te shtresa e ngrirë. Sipas drejtuesve të projektit, kjo teknologji ofron matje shumë të sakta sesa satelitët dhe mundëson krijimin e hartave të detajuara të strukturës së akullit. Testimet e para janë filluar në liçenin e St. Moritz dhe në liçenin akullnajor Theodul në Alpet zvicerane. Ekspertët besojnë se nëse projekti rezulton i suksesshëm, robot të tillë mund të përdoren në të ardhmen për monitorimin e mjediseve të ngrira në zona të vështira dhe të rrezikshme në mbar botën. Teknologjia mund të ndihmojë jo vetëm studiuesit e klimës, por edhe autoritetet lokale për të identifikuar më shpejt ndryshimet në akull dhe rreziqet që lidhen me ngrohjen globale. Kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për ju sot. Për më tepër, na ndiqni në rrjetet tona sociale, bëni subscribe në YouTube dhe na ndiqni në faqen tonë të webit www.nsmtv.ca. Bashk, mirupafshim.